Pyetja e radhës vjen nga Devisi, thotë selam aleikum, hoxha nderuar, kisha një pyetje për sa i përket prindërve. Unë i di shumë mirë se Allahu në Kur'anin famlar thotë se mos sillemi keq me prindërit, madje as të themi uf, dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam janë të shumë për dëmin e mos respektimit ndaj prindërve. Por unë doja të di se si duhet të sillet fëmia me prindërit kur ata i bëjnë padrejtësi njëri tjetrit. Si për shembull ndodh shumë shpesh për ndër shqiptarët që burri edhe e godet gruan e tij, e një besimtar si duhet sillet në këto raste. Në qoftë se fëmiu është dëshmitar i një dhune në familje, pavarësisht nga kush ushtrohet, që zakonisht është nga baba në drejtim të nënës, atëherë duhet të ketë një rol konstruktiv sa të ka mundësi të pajtojë mes vete. Dhe po pat mundësi të ndal babën nga kjo dhunë. Do të thotë nëse Zoti na ruaj ngre dorë mbi nënën, atëherë nëse ka mundësi të ndal këtë, që mos lejon don që prindit të bëjnë goditje të tilla mbi një grua nga se kjo është ndaluar. Apo për shembull kanë mos pajtime, të ketë mundësi për shembull të pajton mes vete. Që të flet mirë, të kërkon nga ata që për hatër të familjes, për hatër të fëmijëve, apo që të pajtohen, që të flet babës fjalë mira për nënën, nënës të fjalë mira për babën, të organizon për shembull një dalje dikon, një darkë, një shëtitje, madje pse jo një piknik, pse jo edhe ndonjë për shembull ndonjë pushim dikon, apo nganjëherë kanë nevojë prind që dalin nga ambienti shtëpiak, që kanë ngulfat nganjëherë, të largohen nga vendi i konfliktit. Dhe t'u paguan, po pat mundsi nganjëherë për shembull t'u paguan ndonjë pushim dikon ose dikon kusht halal, po them, nuk po them tash më shku me shfrenu dikon, po në ndonjë banjë, në një vend vizite, kudo që ka mundsi, pak që dalin dhe ata të afrohen pak më tepër, do të thotë ndërmjet vete. Andaj ka shumë mundsi që mund të përdoren këtë drejtim, unë i përmend vetëm disa, sa për shembull, por esenca është se duhet të ketë rol konstruktiv, mos të duar kuq, mos sot kjo është gruaja e tij, ai din çka bën, ose për shembull kur nëna din të ushton dhunë mbi babën, ta akuzon padrejtësisht, të kërkon nga ai kërkesa që ai s'ka mundësi të përballon, dhe këto kërkesa pastaj të shkaktojnë konflikt mes tyre, andaj duhet në këtë rast që nën ta këshillon. Se kjo është kërkesë tepërt, ose spaku po pat mundësi të ndihmon babës. Të ngjë dorën babës që ti plotson kërkesat e shtëpisë dhe tulen tensionet në shtëpi, këtë do të thonë se nuk është e vërtetë që baba e ka bërë këtë punë. Gazenimi dëshmitosen e ka shikuar dhe është kujdesur për një vazhdimisht, andaj të ketë role konstruktive, pozitive në pajtimin e dy prindërve.